kontakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips. Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Sot do ta kemi një protagonist karizmatik, një njeri shumë të thjesht, një njeri shumë modest, por këto nuk i ka të vetmet virtyte. Kush mund tjetë ky? Nezmedin Spahiju, i lindur në vitin 1964 në Mitrovic, është matematicient dhe politikolog. Nuk ndëgjuat gabimisht. Ka në publik që edhe nuk e din këtë të dhenë, që ky i takon edhe shkencave egzakte, si që është matematika. Ajo është autor i teorisë kombi kosovar, për cilën sot ekziston një debat ende i pa ngopur dhe ende kogja antagonist për këtë teori. Ka qenë profesor në universitetet ndryshme si në Tiranë, Tetov, Prishtinë, Hamburg, AAB e të tjera. Ka botuar punime shkencore në fushën e matematikës dhe atë të shkencave politike. Ka botuar shumë libra me 10 rasosh. Analizat e tij politike shquhen për ka sensi kritik, guximi për të marrë me çështjen më delikate në situatat rrezikshme dhe parashikimi i saktë i proceseve politike. Në një ese të botuar në vitin e largët 1992, Nezmedin Spahiju ka parapar epilogun e luftrave në Ish-Jugosllavi, bombardimin e Beogradit dhe NATO dhe shumë zhvillime tjera politike që për kohën dhe kur janë dëgjuar, janë konsideruar edhe si utopike. Megjithatë, e vërteta dhe realiteti është në anën e konstatimeve të Nezmedin Spahijut. Më në 1987-88 ka qenë udhëhec studentor i Universitetit Kosovës, kurse në vitin 1988-89 koordinator i udhëhecëve studentor në Ish-Jugosllavi. Më në 1999 themeloi radio-televizion në Mitrovicës, ku promovoi debatin për çështjet më të nxehta politike kulturore, që nga vitin 1999 ka drejtuar kuvendin e organizatave jo qeveritare të Kosovës si një trup përfaqësues i shoqërisë civile kosovare. Nexhin, siç e thrasim ne shokët e tij, sot e kemi mysafir në KTV dhe e ftojmë që të na bashkangjitet. Nez, mirë se erdhe. Mirë se gjetët. A mujte? Nga dan. Si kalove? Mirë. Se urdhë. Nuk muj me vazhdu ma tutje pak pa e konsumu çështjen e Mitrovicës. Ç'është puna atësoj komponentës bekuesit Mitrovicës? E para, Mitrovica është piktakimi 2 lumeve më të mëdhenj që rrjedhin në Kosovë, që i bjen me konë kryeqytet natyrali i Kosovës. Në përshkrimin që bën Recep Mitrovica në kujtimet e tij, në fund të shekullit 19, thotë që është qyteti më i bukur në Kosovë. Domethënë njëtin përshkrim e jep edhe Branislav Nushiqi, i cili në atë kohë ka qenë konzull i Serbisë në Prishtinë, dhe ai thotë që Mitrovica është qyteti më i bukur në Ballkan. Sot Mitrovica në mënyrë si urbanizëm është një qytet i shkatëruar, me ndërtime domethënë pa kurfar kuptimi, pa fakt ky shkatrim ka filluar që në kohën pas luftës 2 botërore, mirë po më të madhe ka filluar më shkatëruar pas luftës tonë të fundit, për shumë arsye, dhe është interesant që edhe pse pas luftës fundit është ndonë në verije në jug, dhe më thonë ku Sërbët kanë dominuar pjesën veriore, shqiptarët ato jugore, njësoj është shkatëruar si në jug, si në veri. Kanë janë ndonë leje pa kurfar kuptimi, pa kurfar sensi urban, në kundërshtim me ligjet në fuqi e tjerë, dhe vetëm kur shikohet prej snalti, nëse i neglizhon ndërtesat, është që është një pozicion i bukur gjeostrategjik, 4 lumej rrethuar me kodra e tjerë, po kur të shën ndërtimet duket si bagël baktije, domethënë se s'ka kurfar, nuk sheh kurfar rregulli urban, nëse shikon nga perspektiva nga lartë. Pse Mitrovica është ka një kulturë të veçantë,
po mendoj ndoshta duhet me i përkujtue këtu opinionin se aty jenë krijuar grupi i parë kosovar është krijuar në Mitrovic me shokun tënd të dashur Gjevdet Gashin edhe me tjerët. A im ka mu shok, jo unët. Kanë qenë grupet e para, kajak, kanue, tenisi është lujtur, domethënë që para luftës së dytë botërore, prezenca angleze ka bërë vetën, po ashtu edhe si piktakim i shumë regioneve, edhe tash kur ka një miksim të kulturave të ndryshme, aty i jep një kualitet më të lartë, edhe të kulturës, edhe të civilizimit, edhe prandaj është ky konstatimi yt është më të drejtë. Në fakt Mitrovica dhe ndam, domethënë si regionet veta që ndam, që ndihen edhe historikisht qendra e Korza, e Teadrani, e pjesa veriore, dhe kur tynet i bashkangjitën fjala vjen do arterje, siç është rruga e Bajrit e Gorimahalla, që i kanë thonë këto diun, dhe i shtohet Shipolje, Tavniku, si lagja që kanë, domethënë, janë populluar në mënyrë të rëmbyshme dhe të atashme kohën e fundit, e japin krejt paka shumë këtë kompleksitet të qytetit Mitrovicës. Megjithatë, elitat kanë koekzistuar, domethënë edhe se ka pas, siç e the edhe vetë pjesa veriore në një farë mënyrë dominu pe sërve si pjesë ma vegetative, si pjesë ma se gjithëherë i kanë në zonat a vendat më të përshtatshëm, por edhe kjo pjesa le të themi tani s'du të dho karakter politik, po për kuptim gjeografik jugore ka pas elitat e veta, njerëz që kanë bashkë jetu, koekzistu në qatë sistem qysh, por e ka bo këto pak edhe vetë resurset e Mitrovicës, një vend me minjera dhe pasurit veta, prezenca dhe anglezve, si që theti? Pa tjetër, edhe pastaj Trepqa, edhe në ditë në kohën kur unë kam qenë zënë, se student, vishin për Prishtinë me ble rroba në Mitrovicë. Vërtet. Domethënë sepse aty ishin përfaqësitë më të madhe të gjithë ish Jugosllavisë. Edhe ndoshta për publikun është interesant me ditë që unë kem lindë e mrit në rrugën John Kennedy në veri të Mitrovicës tani, edhe aty edhe në atë kohë ka pasur një farë dallim mes veriut dhe jugut në kuptimin edhe urban edhe kështu, por gjithsesi po mendoj atë veriu, për shembull verit Mitrovicës ndodhet shtëpia e Dervish Mitrovicës, njëri prej nënshkruesve të pavarësisë Shqipërisë edhe deputet i viteve 20 dhe kryetari i Mitrovicës vitin 1915-18. Masani nuk do të më harruem që Mitrovica në një kohë të shkurtër ka qenë kryeqyteti i Serbisë. Që është në vitin 1915, në nëntor të vitin 1915, për një 15 ditë, ka qenë selia e kralit edhe qeverisë Serbisë, atëherë kur Austro-Hungaria ka pushtuar Beogradin, edhe atëherë qeveria edhe krali serb ka shpall nishën kryeqytet, është tërhequr në nishë, po pastaj kur kanë sulmu bullgarët, është tërheq nga nishi në Mitrovicë, aty është ka qenë kryeqytet për një 15 ditë i shpallur, edhe më pas vinë forcat austro-hungareze dhe ato kalojnë për territorin e Shqipërisë në Durrës dhe pastaj në Korfuz. Por duhet me ditë këtë fakt, domethënë që besoj që është neglizhuar. Le t'i kthehemi tash eksponentëve, njerëzit Mitrovicës, domethënë pa hy prej luftës dytë botërore krejt eksponent jashtëzakonshëm edhe në nivel intelektual edhe patriotik, kombëtar e tjerë, siç mund dallohet dhe që i ke çdo herë në gjuhën tonë dhe komunikuese me publikun, Recep Mitrovicën, Xhafer Devën, mandej të vëndshmit, le të themi, profesor Latif Berishën, mandej Faruk Spahiun. Çka mundesh me thonë për këtë elitën e fundit, domethënë prej profesor Latifit e Këndej, edhe ata domethënë kanë pas një farë rrezatimi edhe sot për kësaj distance kohore e vrem këtë veçanti edhe
të vendit, si që folëm Mitrovic, po tash në këtë rast edhe të personaliteteve të ndryshme. Për shembull, profesor Latifi ka qenë një njeri që nuk mban mend njeri ta ketë pa të nervozuar, për shembull. Ai ka pas çdo herë një përgjigje në zgjedhje edhe në situata të jashtëzakonshme. Si është vlerësimi jëtë për këtë plejat njerëzve, le të themi pas 90-s, ku hynë edhe ti po vetën veçoje se jemi sa përshë? Shiko, e para, duke qenë Mitrovica një do më thonë, qytet geostrategjik, geopolitik, koncentrimi i aparatit Miloševićit në Mitrovic ka qenë shumë më i madh se son në pjesë tjera të Kosovës. Edhe natyrisht koncentrimi i sulmeve nuk ka të bëjë vetëm me ato brutalitetet rrohet, po edhe me futjen e ndër skomcave, problemeve tjera. Dhe aty ka qenë themelimi i degës lidhjes demokratike të Kosovës Mitrovic ka qenë shumë problematike. Domethënë sepse shumë veta ka pas pretendent, shumë. Tek ardhja e profesor Latif Berishës ka arrit me qetësu gjokrat. Vetëm ai ka mujt me menaxhu një situatë të tillë për një dekadë të tërë, edhe me karakterin që ka pasur, me dijen që ka pasur, me butësinë që ka pasur, me guximin që ka pasur. Veç po tregoj që kur është vrarë Artemi Ashari, pa që ka vrarë 2-3 polic serb në atë kohë, edhe baba i tij s'ka guxoft me marrë pjesë në varrimin e tij. Gjë që edhe e kuptueshme. Baba i kryet terroristit me marrë pjesë. Aty edhe ka me njëherë ka mujtë më arrestua dhe ka iki shkreti. Ai që ka marrë pjesë, që ka vërros Artemi Asharin, ka qenë Latif Berisha. Le që ka vërros, po edhe ka majtë fjalim, shembull, e një fjalimit guximshëm në Prag në vitin 1998, në fillim luftës, pasi që i shkryer një veprim, lufta, domethënë akti i parë guerrill brenda qytetit, është bërë në Mitrovic, domethënë nga Artemi Ashari, tani hero, edhe fjalimi i Latif Berishës besoj që paraqet heroizëm akoma më të madh se sot vetë Artemi Asharit. Kështu që ai domethënë të gjitha këto i ka qetësuar dhe kontributi i tij, domethënë është jashtëzakonisht i madh. Në kohën kur filloi veprimi i lidhjes demokratike, edhe unë edhe Ibrahim Rugova, unë kritikoj atë, edhe lidhjen demokratike, edhe Ibrahim Rugovën, asnjëherë unë kam dashur Ibrahim Rugovën, vërtet, por edhe kam kritikuar, domethënë për ato çka kam menduar që është e drejtë ose jo drejtë ose veprimi i qelluar atë. Edhe tash, çka qenë atëherë, unë nuk mund me imagjinu njerëzën në këtë situatë ku ka pluralizëm politik e ku ka mendime diversive, atëherë 99% e kanë votuar Ibrahim Rugovën. Domethënë, edhe tash me kritiku Ibrahim Rugovën u konë shumë ma, që me thonë, herezi, si që tash më shqu me shoh profetin, a me Po flasim për kohëna... Po, edhe atëherë një mbledhën kryesinë e lidhjes demokratike në Mitrovic edhe kanë thonë duhet me leqit në Zvidin Spahir. Edhe kur ardhë Latifi, atë s'pan me qysh me leqit. Po na kritikon, ka thonë, po anë edhe mire ka njeri që po na kritikon, duhet me na kritiku. Ka drejt. Po kritikon edhe Ibrahim Rugovën, anë edhe duhet me kritiku. Po ajo që është ma fatkesi, dhe më thonë edhe që është për turpin e Mitrovicës sot, asë një rrugë në qytetin e Mitrovicës nuk mba në emrin Latif Berisha. E kjo Nec, më falë, kjo une këto e kam ngritë këtë qeshtje. Cila është pjesa e fajit të Nezmedin Spahijut që se ka një rrugë? Jo, nuk ka fajt Nezmedin Spahiju. Këto Agim Batirit, ja kam thonë, edhe pse livdohet aty, unë kom punu me Latif Berishën, po gjatë 8 vjetëve, 2 mandateve tije,
vazhdimisht I kum insistu që duhet me bë disa ndryshime. A ka njeri në Mitrovic që kishme qenë kundër emërtimit një rrugë në Mitrovic? Një njeri normal nuk mund të gjithë. Po vetë faktin që nuk është bo, nuk është që une këtë vazhdimisht e kam potencu në televizion. Ja kom thonë edhe Bedri Hamzës, a kim batire 8 vjetë. 4 vjetë ja kom thonë të Bedri Hamzës. Për ironi të fatit, ka rrugë me emrin Vasil Shanto. Në Mitrovic nuk ka në Prishtinë. Jo, po në Kosovën, po flasë tash për gjithësi. Jo, ka emna... Edhe ma keqin në Prishtinë. E ka aty, edhe në Mitrovic ka emna për shembull partizanëve që jenë ardhë e kanë mshel shkollën Shqipe në Novi Pazar, shkollën në Emfrashe. Domethënë, ka... Unë nuk e di, domethënë njerëzit për shkak xhelozinave personale, për shkak të thënë, asnjëherë nuk kam qenë I ftuar për shkak me dhon kontributin tim për këtë drejtim, për emrat rrugëve të shesheve të tjera, edhe kanë vendosur, domethënë këso paradoksesh, këso gjëra absurditetesh që në Mitrovic mësë pas asnjë rrugë, asnjë shesh emrin e Lati Berishës, natyrisht nuk ka as emrin të Ibrahim Rgovës në Mitrovic, nuk ka as Bajram Recepit në Mitrovic, që në kontributin e tij edhe në luftë, edhe para luftë, edhe si kryeministri I parë ka merituar që me pas domethënë ka shumë atë parëndësishëm, shumë që s'kanë të bojnë me Mitrovicën e tij edhe për çudi, për shembull, në veri të Mitrovicës tani u bën ndryshimi I emrave të rrugëve, dhe unë kam insistuar për këto edhe pranë kryeministrit, edhe pranë autoriteteve lokale, që duhet më bëni ndryshim I kujdesshëm, edhe në fund ata bënë një ndryshim dhe bënë në situatën akoma më keq se sa që ka qenë. Për shumë, kanë vendos emrat se dhe nuk kanë të bëjnë fare, për shumë, me slidhen me Mitrovicën, kur qysh, disa emna, kanë hequr disa emna sërb, nacionalistëve sërb, I kanë prunë dhe do ma anti-shqiptarë, se që ata që I kanë qenë. Kanë bërë një mishmash, dhe më thonë që është kryesisht bërimi I padijes, I ignorancës, dhe më thonë të atyre që kanë qenë në komision, dhe ato se kanë po të arsyeshme më ftue me dhonë kontributin tem, aty me më konsultu. Për shembull, asnjë emër bosnjak në verit Mitrovicës nuk është thonë edhe pse aty një lagje tërë ka emrin Maholla bosnjakëve. Se kanë vendosur në mesin atyre emrave që I kanë bërë ndryshime tani së fundit kur ky pushteti I ri. Këto absurditete besoj që unë vazhdimisht I kam ndjekur, për shembull, shtëpia e Latif Berishës, e cila është e djegur, kur është vrarë Latif Berisha në 23 mars 1999, është akoma e djegur. Ministria e Kulturës ishte dashur me rindërtu, me bë shtëpi muzej. Definitivisht. I tash një rrugë nuk e ka, lemo tash shtëpi. Edhe kështu që... Dhe Agim Hajrizi është... Sepse ne këtë duhet Breza Vtri, domethënë duhet më tregu milon po më doj shembuj se përmendorja Varrezat nuk bën për vdekurit. Se ai që ka shku në botën tjetër ai se merr vesh apo I marrot përmendor apo ngjitet hem në rrugës, a çka ka bëj, ka kryet veten, po bëhet për të gjallë. Bëhet për sinonim, për më mësu të tjerë çfarë rrugë duhet me ndjek. E besoj që këto se ndalem shumë tek Latif Berisha, Breza Vtri duhet më avdhon shembullin e Latifit atë. Profesor Latifin kur nuk është mjaft, mandej është plejada e njerëzve, domethënë që kanë qenë edhe Agim Hajrizi, ndjeri Faruk Spariu, si tham, mandej janë edhe njerëz që janë gjallë, sot Mamet Hajrizi, Ember Hasani, pse jo, mandej Ismail Smakiqi, Bexhet Haliti, Ahmet Maloku, si një intelektual I kohës, Sen Ibrahimi I rrethit o të afër, shumë njerëz që momentalisht, domethënë, s'po më nxjerr truni që kanë vendin e vetmit.
Ne e kom ndërmend edhe në 3 segmente për kohën e mbetur, se të e di vetë që ka janë koha televizive që fluturon në këto raste. Është çështja e një ndjeshmënie që e ki, po këtu nuk po të bëj pyetje vetë, po tha përmendi, dhe ajo është çështja e shurjes, gjithsesi tendencës tonë për me ushqy dhe ujit në sens etnik edhe të kombëtar të çështjes Sanxhakut Novi Pazarit, që pak njihet edhe në publik, po edhe të ju njoft ndoshta pak, edhe rëndësi nuk ju ka dhonë. Kjo është një që është një preokupim, mendoj yti, mbas të paraqitjeve tua edhe publike në përgjithësi. Mandej është çështja e raporteve me Shqipërinë në përgjithësi, që e ki si fushë që mirë është, dhe e ki edhe një guxim, edhe në konstatim, edhe me kohë që kisha pas pak dëshirë me shtjellu. Dhe e treta është nocioni i kombit kosovar, i cili s'ka zgju debat sot, je ndër themelus të kësaj teorie, dhe unë kam një mendim timin rreth kësaj që kisha pas qef edhe në këtë rast me shpreh rreth kësaj, dhe pastaj me lyp edhe komentin tonë, po dhe një spjegim të urtë, qetë, burtë, kuptueshëm për publikun. Letë fillojmë nga kjo. A pajtohesh me mu që në çështje të kombit kosovar dhe paraqitjes dhe definimit ti, gjëja e parë që duhet është definimi i fjalës dhe përkufizimi i fjalës komb. Si një nocion i cili ka ardhur për histori është dje, se 10 vitëshet, mos thom edhe 100 vitëshet për histori janë dje. Dhe si nocion, do me thonë, në vokabular ka hi vonë, sepse është bot kuptim i vonshëm. Nëse pajtohesh me mu, prej mileteve në perandorin Osmane. Tash, çështja e kombit si institucion dhe si kuptim ka spjegime dhe teori të ndryshme mbi te. Një pej tyne po e nxojmë është një farë definimi i, le të themi, Jugoslav ose i Titës, qysh ai e ka spjeguar këto. Një është, le të themi, tjetër marksist-leninist, qysh e definon, që nuk është edhe i pacilluar fort. Dhe e treta është, pse jo, Nizmettin Spahiu. Tani, prej teje, pra, konstatimi em është që më tepër duhet publikut me jau ofru dhe me kuptu çka është kombi dhe fjala komb, që dallon me çështje dhe ka ndërlidhjen me etni edhe me rroj ti, dhe është një deg ose një lullëzim i etnis në trendet bashkohore, që nesër mundet më të bëhe dhe lapi një shtet në veti, dhe qaj shtet që ka mu trajtu në segmentin kombëtar, ka me thonë na jem lapjan, penzojmë. Ose fjala vjen tjetra që është, që sot ekziston edhe, do me thonë, territori dhe nocioni Macedoni. Gjithë herë lidhet me geografi, me vend. Kur nuk lidhet gjithat se s'ka arrit mu konsolidu. Me gjithate, thuhet, edhe Epiri, mbreti Epirit, e Skënderbeu, e Kutadin. Pra, pa me hyje shumë fellë në krejt këto, a mundësh në stilin të në turët edhe të cetë, pa kundërshtime se gjithëherë kjo në gjallë, dhe me thonë, debate nervoza, që publikut me jau spjegu çështjen e kombit kosovar çështi e definon dhe çështi e kupton. Po, më thonë, ato që kanë zakonisht në diskursin tonë publik e quajnë kombo shtetnia. Shtetnia, gjuha, gjaku, përjardhja. Në mëndin cila është e pandyshueshme, ndash jeton në Amerikë, ndash në Australi, nëse je i lindur nga një baba shqiptar, ti je shqiptar. Dhe kjo së ndryshon. Ku jeton, çfarë pasaporti ke, kjo është etnia. Edhe këto shqiptarët e kuptojnë, përgjithsisht. Për me kuptu që është kombi, do të pak ma shumë shkollë, është pak ma eron, ma e komplikuar. Libra ma shumë. Do të me lezu ma shumë libra. Shqiptarët s'lexojnë libra, se pak pretojnë. Edhe krytojnë këtë dijen e botës, thjesht me implantu në krye, se
se din që dia merret ka pak të lexu edhe në bazë përvojave. Kështu që fakti që kombi shqiptar krijuar nga mbi bazën etnike, se jo të gjitha kombët krijohen mbi bazën etnike, ka që krijohen mbi bazën fetare, ka që krijohen mbi bazën racore, ka mbi baza multifetare, monoracore, monoetnike, multifetare, si që është kombi shqiptar, për shembull, është kalin si komb monoetnik e multifetar. Mirë po, kur në bo projektet për kombë, se njerëzit na dhe në shkollë, mësojmë, Skënderbeu ka luftu për çështje kombëtare. I kom një drejtorat shkollës të mojtë fjalime, për shembull, ose profesor të historisë, Skënderbeu, në kohën e Skënderbeu s'ka pas asnjë s'kan ekzistu kombët. Kombi lind me revolucionin francez, ide mbi pronësinë mbi shtetin, domethënë, ata që janë pronar të shtetit, që e quhet komb, bashkësia që tyne njerëzve që kanë pronësi shtetin, që u kriju edhe që është produkt i vullnetit tyne. Jo ata njerëz që janë detyruar me jetu në atë shtet për shkak të rrethonave, po për shkak që ju për shembull ta marrim shqiptarët në Serbi, në Lugin për Shevës. Serbia nuk u kriju si rezultat i vullnetit tyre. As nuk ekziston si rezultat i vullnetit tyre, mirë po me qenë se ata janë aty, gjindën aty, ata detyrohen me respektue shtetin serb, për shkakun që edhe ai shtet nuk ekziston për shkak të vullnetit tyre. Prandaj ata nuk i takojnë atij kombi, po janë një pakicë etnike që jeton në atë territor. Edhe tash kush quhet, domethënë, komb shqiptar? Komb shqiptar quhet bashkësia e njerëzve që kanë pronësi shtetin e Shqipënisë. Shqipënia ekziston si rezultat i vullnetit tyre. Jo si rezultat që po mendoj që i ka gjetë aty dhe pa tjetër, për shembull, edhe në Shqipëni kemi minoritete, të cilët ndoshta ma me dëshirë do të ishin pjesë e Serbisë, ose pjesë e Greqisë, ose Maqedonisë. Po, domethënë, por ata paqarët detyrohen me jetu në shtetin shqiptar. Por kombin e përbojnë ata, domethënë, njerëz të cilët e kanë në pronësi shtetin e Shqipënisë, që është ku shteti i tyre është rezultati. E tash, kthehemi te Kosova. Ideja për shtetin e Kosovës është e vonshme. Domethënë, lëvizjet mas pari kur vitin 1912 u pushtu Kosova, krejt politikanët Kosovës, se Hasan Prishtina, Recep Mitrovica, Dervish Mitrovica, e të tjerë, Bajram Curi, Sabo Letini, e tjerë kanë shku në Shqipëni, kanë dorë që Kosovë me konë pjesë e Shqipënisë. Aty ndodhet një politikan, i cili për mendimin tim është i takon familjes ma patriotike në të gjithë, domethënë, familje Draga, që domethënë babaj tyne Aliposh Draga ka qenë njën për themeluese kryesor të Lidhjes Prizrenit. Ajdini ka qenë pjesëmarrës në kuvendin e Vlorës, shpalljes pavarësisë, është vrarë bashkë me kolonelin Thompson në mbrojtje të princit vet të Ura dhe Ajlanit, aty ajo farë silën Durrës aty që dohet për plazha dhe për në Gjipi, cili ka Draga, cili ka po mendoj organizu kongresin e manastirit, edhe vllajti i Ferrati që ka qenë Ibrahim Rugova i vitit 1921-41 i Kosovës. Nëse ka shëmbëlltyr se kanë ndjek Ibrahim Rugova, politika e Ibrahim Rugovës, është pikërisht Ferhat Draga. Ferhat Draga ka qenë lideri i shqiptarëve në Jugosllavi në periudhën 1921-1941. Edhe vllai tjetër Shefqet Draga, që po ashtu ka qenë shok i Bajram Curit. Por Necip Draga dhe Ferhat Draga vendosin, shiko, tash Kosova u pushtu, në atë popull nuk guxoj me lënë pa elit. Se populli pa elit është i predispozuar më zhduk. Dhe duhet me ullë kryt, me pranu pushtimin sërb. Dhe atë kohë ju kanë thonë popull,
Sepse Kosova ka qenë e pushtume dhe s'ka pas logjik me ju referu kësaj që më tu. Mirë po, do më thonë, për herë të parë, do më thonë, edhe në vitin gjatë luftës dytë botërore, kur Kosova e bashkohet Shqipënisë, në 41-ën, pa Mitrovicën e Vushtren edhe Podujevën e Noj Pazarin, edhe në 43-ën, kur edhe kjo krahin, Noj Pazari, Mitrovica, Vushtreja, Podujeva i bashkohen Shqipënisë, është aty në atë farë Hotel Jadran, ku fotografia Recep Mitrovica, Gjafer Deva, Qif Blyta, tjere shpallin bashkimin e krahinës me Shqipërinë. Dhe ky bashkim në atë kohë solli luftën civile në Shqipëri. Nuk kishte mos kuptime në mes të elitës kosovare dhe elitës në Shqipëri. Jo dhëmë që kishte ushtini sherrin Serbia për mes Partisë Komuniste, po dhe kishte mos pajtim mes patriotëve, mes Gjafer Devës, me Tatë Frashit, ma dhja dhe mes vetë Gjafer Devës e Recep Mitrovica, që vinin për një të qytet, sepse Recep Mitrovica nuk e kuptan të rrezikun komunist, si e kuptan të Gjafer Deva. Dhe në produkti kësaj, dhe mandej edhe masi që shku në Amerikë dhe kur të nëtun me tankohen me këthy për mes cies amerikane dhe shërbimin britanik me rëzu regjimin e Enver Hoxhës, mu këthy njëherë me Tatë Frashi, kryeministri i Shqipërisë për vitin 1945 dhe në 49-ën, u helmu me Tatë Frashi, atëherë Gjafer Deva ishte favoriti amerikanëve edhe i ky për mu këthy kryeministrin në Shqipëri, dështun edhe ato përpjekje dhe në fund Gjafer Deva ndronë mendimin dhe thot që kishte njeri i cili kishte bashku, kishte bo Shqipnin etnike, Shqipnin e madhe, thot që ne tash, dhe më thonë, nuk ka rrugë tjetër, përveç asaj që Kosova as me Jugoslavia, as me Shqipni, po e pavarë. Kjo është fillon ideja e Kosovës e pavarur, e cila ma vonë përvijohet për mes Ibrahim Rrugovës, e deri në ditët e sotme. Po tash, ne përdorim në zhargonin përditshëm shumë terma që janë kontradiktor, për shembull shumica e njerëzve. Edhe thot teatri kombëtar i Kosovës, edhe thot s'ka komb kosovar. Qysh mundet me pas teatri kombëtar Kosova nëse s'ekziston kombi kosovar. Edhe thot biblioteka kombëtare e Kosovës, edhe thot s'ka komb. Qysh mundet me pas teatr, bibliotekë kombëtare në qëse s'ka. Edhe thot kombëtari e Kosovës në futbol, edhe thot s'ka komb kosovar. Edhe thot Kosova ka nënshkru marrëveshje ndërkombëtare me Shqipërinë, që edhe më thonë marrëveshje ndërkombëtare. Ndërkombe. Marrëveshje ndërmjet kombeve. Dhe më thonë, edhe se Shqipëria nuk nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare me Labrina, me Mirditana, ka nënshkru me Kosovën. Edhe thot Shqipëria ka ambasador në Kosovë dhe Kosova ka ambasador në Shqipëni, edhe thot jemi një komb. Në mërëna një kombi me pas ambasador. Kjo është absurditet, dhe më thonë, që kur të i dëgjojnë në shpesh me qënë se tu jam kontakt të vazhdueshëm, dhe po thuhet përditshëm me ambasadorët që janë në Kosovë dhe ma. Ata habiten. Çka do më thonë kjo? Qysh, edhe jemi një komp. Do më thonë, edhe jemi të pavarë edhe jemi një komp. Më nëshme konë, edhe me konë shteti pavarë dhe sovran, Kosova, edhe shteti pavarë dhe sovran Shqipëria, edhe jemi një komp. Kemi do 10 Nësë tash ka një pjesë, dhe më thonë që nuk i kuptojnë të thjesht nga që mendojnë në mënyrë logjike. Po ka dhe një pjesë të cilët nuk e duan thjesht Kosovën shtet pavarë dhe sovran, të cilën nuk e shohin këtë si mundësi, sepse dëshirojnë mësu me konë të sundum. Edhe tash mendojnë, jemi konë të sundum për Serbis, po do të me konë të sundum për Beogradit, tash do të me konë të sundum për Tiranës. Se njës të Tiranës, ta njës të Beogradit si në konë gjakët tonë, gjuhës tonë, njës të Tiranës janë njës të
gjakut të gjuhës tonë. Edhe ata mendojnë që hadë shteti Kosovës, shteti përkohshëm, edhe muj me shkatru, me vjedh, me bojnë që ka dush, se në fund kur të merë dhe Roma, na i regulan, vjen na i fshin atë, na i pasën rrugë në përvushtre, dhe vjen na rahaton. Për shtrujt një pyetje logjike, çka duhet një vlla, ty, i cili shkatron shtëpinë e vet, edhe thotë du mërnu me orë me mërnu në shpitane. Ty duhet një vlla, i cili e ndërton, e lulëzon shtëpinë e vet, që ki ku me shku të aj, ki me bisedu, ki më mburë me to, dhe një vlla, cilën e kallë shtëpinë e vet, vjen në shtëpinë tonë edhe keshin krejt halku me to. Se edhe ty ta, kështu që Shqipërisë nuk i duhet një Kosovë, ase nuk i duhen shqiptarët Kosovës të cilët e shkatrojnë shtetin e vetë. Edhe thonë që duhem Shqipnin. Ai nuk e dënë Shqipnin, nëse ai në radhë parë e shkatron vetë vetën. Kjo është paka shumë spjegimi më i thjesht, po më dojë pa u futur në teori i asojnë që ka dhe më thonë me qenë kom. Me qenë kom, dhe më thonë me qenë me zot pronar i një shteti, me dasht shtetin e Kosovës me zemër. Jo me, ke pa shumë vetë a thonë, unë e respektoj flamurën e Kosovës. Jo, nuk është puna veç me respektu, duhet me dasht. Me respektu, e pritshëm është që minoritetet me respektu. Për me funksionu shteti Kosovës, duhet me konë një masë, do më njerëzish, që nënkuptohet, për ata njerëz për cilët u bo shteti Kosovës, e që në radhë parë janë shqiptarët e Kosovës, sepse dhe në vetë kushtetutën e Kosovës shkruan Republika është shteti qytetarëve të saj, shqiptarëve dhe të tjerëve. Çka do më thonë kjo? Kjo do më thonë që shqiptarët janë ata që përbojnë e Kosovës, janë ata që përbojnë kombin kosovar. Do më thonë se çdo shtet është pronari një kombit, përveç Vatikanit, që nuk është, që është pronë e papës, jo e ndonjë kombi. Dhe që në këtë aspekt, në Zmedin, ndoshta i mbesemi pak publikut bërç këtë ndërlidhjen, do me thonë, se kjo, le të themi tash, unë nuk po shpreh na vetë cilin e komendimin të emrët kësaj, po rezervohna nga kjo, por me gjitha te veç për me përmbyll këte, atë dimenzionin unik që e kem dveçant, që na lidh fjala vjen me njerëz simbas teje që i përkasin, se me thonë tash komësi, jo në kuptimin Jugoslav të fjallës të komësi, po që janë kombë Shqipëri dhe kombë Kosovar, që i lidhë që ajo Gjuha gjaku dhe etnia. Tani, a guxojmë ose a bën me i leju vetit që Skënderbeu, kur ka luftue për këto teritore që etnikisht i kanë qenë popullume kryesisht me shqiptar, të mavanshëm dhe më thonë, a mundet fjala vjen të nocionit kombëtar që tash mi anvesh dhe mi atribut qatë luft, edhe për qatë arsye me qujtë heroi ynë kombëtar. Në shta s'prish punë. Po, jo, nuk prish punë. Jo, shiko. Heroi kombëtar nuk do më thonë me qenë vetëm i periudhës së kombën. Pse Skënderbeu është bo hero kombëtar, kuptimin, për shkak se kur krijohet një kombë, i vyn figura, do më thonë, ata s'kan mujtë me bo heron në kohën në infrashi, e sa me frashi, këta me bo vetën hero me shpallë. Ata do të mu lidhë dikun histori për me mujtë me sjell, po më ndoj me thonë që ka dalë. Ma dje, shqiptarët e qymë periudhën e zgjimit kombëtar, e qymë në rilindje. Kurse për shembull Sërbët, Kroatë të tjerë të qymë preporod, paralindje. Do më thonë, preporod bjen koha paralindjes së kombit. Po. Kurse na e qymë rilindje, sepse ta nisën nga një premis që nuk është e sakt, do më thonë që shqiptarët ishin komb në kohën e Skënderbeut, vdiqëm si komb dhe tash po ringjallemi, po rilindjem. Po nuk është e vërtet që shqiptarët ishin komb në kohën e Skënderbeut, sepse në atë kohë nuk ishte komb asnjë komb mbi fytyrën e tokës. Sepse Shqipëria e Skënderbeut
ishte pronë e Skënderbeut. Shteti nuk ishte pronë e shqiptarëve. Nuk ishte që shqiptarët vendosen që Skënderbeu me qenë prisi i tyre. Po ishte njeri maj zoti, maj i aftë, edhe ai me shpatë e krijoi, e nënshtroi kush ju nënshru pushtetit e tyne, mirë kush ju nuk nënshtru e preu në shpatë edhe u bo princi shqiptarëve me pretendimin me konë mreti shqiptarëve e tjerë. Në atë kohë edhe Perandoria Osmane nuk ka qenë pronë e turqve, po ka qenë pronë e sultanit. Se di nëse kënë po serialet të me Sultan Sulejmanin, kur i thot ajo Ibrahim Pashës, kryeministrit Perandorisë Osmane, motra sultanit i thot, ti e vesh sklav. Kryeministrit i thot, ti e sklav, ti e rob, edhe nuk, në më thonë, Perandoria është pronë e familjes Osmane. Në më thonë, nuk ka qenë e pronë e turqve. Edhe shteti Skënderbeut ka qenë pronë e Skënderbeut. Jo pronë e shqiptarëve, jo shteti shqiptarëve. Në Zmedin, po na fluturon koha, do me thonë, po afromi rreth fundit e s'po di ka shkoj kjo kohë. Do me të vetë për disa personalitete në përmes tyne dhe spjegimit rëndësisë tyne, vlerësimit nga ana jote, si me thonë, me i dhonën edhe kuptim vetë edhe periudave kur kam vepru. Po të lusna shumë shkurtimisht ka 2-3 fjalë për, unë do t'i thëmë emnat, ti përshkrumi ashtu si që ti i vlerëson. Gjershka Strioti Skënderbeu. Është figurë e rëndësishme që pa të cilin vështirë që kish me mu kriju kombi shqiptar. Kur po thëmë u kriju kombi shqiptar u kriju në shekullin 20, lëvizja për mu kriju ka fillon në shekullin 19, por definitivisht është njoft për i fuqive të mëdha me 29 korrekt vitit ekzistencia kombi shqiptar, 29 korrekt 1913. Kështu që mirë po figura tina ka ndihmu që mu kriju kombi shqiptar. Hynesha dhe humanistja madhe Nana Terezi. Është një personalitet botnor me karakteristika edhe mund që ka prodhu këtë rol, këtë popull, dhe që ka, dhe më thonë, thjesht nuk është një personalitet kombëtar, të mundoj, por neve si etni, si njerëz të gjakut të saj, mund të mburemi me ta, si një personalitet me përmasa botërore. Jo vetëm si humaniste, po edhe si mendimtare, edhe si sinonimi i shumë qkahaj. Simboli rezistencës, Saharovi i parë shqiptar, Adem Demaçi. Tash Saharovi mendova laureati i çmimit Saharov. Tash veç po lidhemi me idenë e kombit kosovar. Edhe pse ai vetë kur s'ka thonë që i takon i kombi, ndoshta megjithësaj në vitin 1964 e zbërthen shumë bukur definicionin e Stalinit për kombin. Adem Demaçi e shpjegon, që na pse nuk jemi komb, sepse se kemi tregun e përpashtë, prandaj e thotë do të më bashku me Shqipërinë, ideja e tina. Mirë po, kjo nuk do me thonë se për çka lufton edhe krijon. Në fakt, rezistenca e tij, lufta e tij, qëndrueshmëria e tij, guximi i tij, trimënia e tij, të gjitha ato kanë bë që sot me ekzistue shteti Kosovës, që sot me ekzistu kombi kosovar, i njohëm për 119 kombëve të botës, edhe prandaj është një figurë madhore e Kosovës. Njeriu i urtë, por jo i butë, që unë e quajt dietar Ibrahim Rugova. 2 fjalë? Baba i kombit kosovar. Që i bie? Që bie, dhe më thonë, njeriu ndoshta ndër ma meritori, po më ndër shumë meritor, për shtetin e Kosovës, për krimin e kombit kosovar.
Hyjnia e Shqiptarisë, familja Jashari në krye me kryekomandantin Adem Jashari? Kryeheroj kombëtar i Kosovës. Ndaj është kryehero i Kosovës. Në qoftë se për krimin e kombit shqiptar ka ekzistu figura e Skënderbeut, që ka përmbledh për më kryu. Kjo sakrifica e familjes Jashari është thjesht ajo që përmbledh idenë e kombit. Prandaj është shumë absurde që akoma ta pasardhësit e familjes Jashari në varrezat e Jasharëve mbajnë flamurin e Shqipënisë dhe jo flamurin e Kosovës, dhe kjo bëhet një farë lloj pengese shumë që shtetasit e huaj kur vinë e vizitojnë Kosovën, me shku me vizitu atje, megjithëse ka pas njerëz që kanë shku por është një farë lloj absurditeti kur ai vjen në Kosovë, shkon atje mu përkul para flamurit Shqipënisë, do këtë diçka koqa e absurde. Unë e bëj ftesë familjes Jashari që këtë me ndryshu, sepse shteti i Kosovës është rezultat i sakrificës së asaj familje, edhe nëse ata duhet me dashur më shumë se kushdo tjetër shtetin e Kosovës edhe me respektu shtetin e Kosovës. Prandaj në çdo respekt flamurit shqiptar, çdo respekt Shqipënisë si shtet, por në radhë të parë duhet me qenë Kosova. Një djalë i ri me këmishat bardha, me teshat mbyllta, me kravatë poshtë të mbylltë, me dohecje të shpejta kohëve të fundit, emrin e ka Albin Kurti. 2 fjalë për te. Është njeri guximshëm, njeriu që, domethënë, njeriu që i ka dhënë kapokun shtetit Kosovës, se derisa Kosova nuk e zotënonte veriun e saj, ishte si një shtëpi pa kulm. Marrja e veriut në kontroll të shtetit Kosovës, në kontroll të plot, siç është tani, e bën Kosovën me kulm. Domethënë e bën një shtëpi me kulm. Kur shtëpia ka kulmin, atëherë nuk e pik më shiu. Derisa nuk e ka kulmin, ai ka muret, i ka dhomat, i ka ato, po është vazhdimisht në rrezikun që shiu e degradon ato dhe ja shkrin muret, ja prish orendit e tjera. Por kur e ka kulmin, ajo është e përmbyllur. Edhe kjo merit i takon Albin Kurtit. Marrëdhëniet me bashkinë ndërkombëtare? Albin Kurti nuk është një diplomat, është një lider i fortë, por diplomacia nuk është anë e tij. Ai nuk është Avnis Pahiu, që është i lindur i prem për me konë diplomat. Një këtu, po se është një shembull i një diplomatit të mirë. Është taman i prem për diplomat. Ai nuk është i prem për lider. Është për diplomat, është taman qysh duhet me konë një diplomat. Albin Kurti nuk është diplomat, domethënë është lider i fortë, nuk është diplomat. Fatkeqësisht kjo i mungon, kjo veti i mungon edhe presidentës Osmani, fatkeqësisht që në këtë kohë kjo veti i mungon edhe kryediplomatës Kërvalla, edhe sipas po mendojnë tu nis pa që edhe diplomacinë e kemi zhvilluar më pak, po mendoj si tërësi. Kosova ka hasën telashen, keqkuptime, domethënë gjitha ato veprime që ka bërë për shembull qeveria lidhur me veriun, që kanë qenë krejtësisht arsyeshme, krejtësisht nuk ka qenë
në gjendje diplomatikisht me mbrojt edhe kemi marrë sankcione e tjera, në ndërkohë që po ishim ma diplomat për shembull, këto do të ishin evitu. Rugova për shembull ka qenë më i mëshëm se po thuj se krejt presidentet evropian atje, po të edhin ma mirë se unë, që ai nuk i ka shit men kërkujna. As nuk i ka fry kërkujna, po u shku që tu si gjuna, i kemë punë të keq, edhe një mana. Edhe në fund u ardhë e ka brind krejt botën marrë me një mu Kosovën, se mësë më pa ardhë botën me një mu nësë ishim shliru. Prandaj është merit e ti edhe prandaj mund të quhet babi kombit, sepse ai për dallim për Vjosa Osmanit e Albin Kurtit nuk u ka shit men tyne homologëve të tyne. Nec, angon muzikë? Po mendoj nuk jam, shme thonë, pasionant i muzikës, po nuk jam edhe, shme thonë, krejt autë. Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, Sabri Feyzullahua, Dervish Shoqa. Ja, Sabri Feyzullahu, definitivisht. Po mendoj, une, do më thonë, Rita Ora, Dua Lipa, tjerë janë gjaki joni, po nuk janë produkti joni, janë produkt anglez. Në ndryshën nga ere i strefi, që është për shembull produkti jonë. Po janë ambasadorës, si gjithkun... Po mirë është, do më thonë se ne atë në mburemi me racën tonë, me kështu, po kjo është, ne kur mburemi me racën, është pak një nacionalizëm ma primitiv. Na për shembull mbureshim edhe me Granit Xhakën, që futbollist kulminant botnor, po ja rasi Kosovës 4 golla, do më thonë edhe nuk është që ja po më hajrin për faktit që ajo është gjak shqiptare. Me gjitha të në sport kemi edhe Majlinda Kelmendin, kemë pas fatit Vokrin. Majlinda është simbol, mendoj nëse flasëm respektin maksimal, sigurisht e kam për Fadil Vokrin, se Fadili, po mendoj, nuk ka qenë vetëm sportist kulminant, ka qenë një diplomat kulminant. Mësë me pas Fadil Vokrin, sot kombëtarja e Kosovës nuk ishtë në FIFA, në UEFA. Dhe kjo është, përveç se ka qenë, do më sportist kulminant, ka qenë patriot, ka qenë diplomat, ka qenë taman një njeriu që ndoshta është dashur me qenë president i Kosovës. Vërtet. Shikus nderuar, hecen minutat televiziv për këtë emision. Mbajnë në mend këtë emën, ju generatat e reja, Nexhmedin Spahiu. Keni qka të mësoni, keni qka të studioni dhe nga artikulimet e tia dhe të përditshme mund të mësoni shumë. Nexhmedin Spahiu është sugjerim jemi. Nez, jarom jam falenderit shumë. Jo, shumë falenderit për gjithë këtë respekt. Shumë falenderit. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove me Dika dhe Vipa Chips.